Mitë startit në showbiz do të flasim për Katy Perryn dhe për MTV Video Music Awards, për Britney Spears, James Franco dhe Kim Kardashian. Katy Perry ka dominuar nominimet për MTV Video Music Awards duke marrë 9 nominime e ndjekur nga Adele dhe Kanye West, të cilët kanë marrë nga 7 nominime secili. 26 vjeçari është nominuar për këngët Last Friday Night në kategorinë Best Pop Video, me Teenage Dream në kategorinë Best Cinematography dhe me Firework në 3 kategori: Best Female Video, Best Art Direction dhe çmimin kryesor Video of the Year. Këngëtarja britanike Adele është në garë për 7 çmime, përfshirë Video of the Year, Best Female Video dhe Best Pop Video, që të gjitha për këngën Rolling in the Deep. Me 4 nominime është edhe Bruno Mars, ndërsa me nga 3 janë Lady Gaga, Beyoncé Knowles dhe Nicki Minaj. Ceremonia e ndarjes së çmimeve MTV Video Music Awards do të zhvillohet më 28 gusht në Nokia Theatre të Los Angeles. Lajmi që do t'ju sjellim tani me siguri do t'ju hapis të gjithëve. Britney Spears nuk bënte banjë, nuk lante dhëmbët dhe nuk përdorte deodorant. Kjo është ajo që ka thënë ish truproja e saj Fernando Flores. Flores ka hapur një proces gjyqësor ndaj këngëtares për ngacmim seksual vitin e kaluar, duke thënë se Spears ecte nudo pranë tij kur ai ishte në shtëpi dhe i afrohej shpesh. Por disa dokumenta të reja të truprojes nxjerrin fakte të tjera mbi yllin e popit. Afrimet e Britney Spearsit ishin të padëshirueshme për mua për disa arsye. Ajo kishte disa vese të pështira, pinte cigare gjatë gjithë kohës dhe kruante hundët, nuk lante dhëmbët, nuk bënte banjë për ditë të tëra, nuk përdorte parfum dhe flokët i mbante të shkatruara, shton Flores. James Franco ka konfirmuar ndarjen e tij nga e dashura Anna O'Reilly pas 5 vitesh së bashku. Aktori i 33 vjeçar ka thënë se studimet e tij në Universitetin e Yale bën që të mos e takonte shpesh të dashurën dhe kjo solli përfundimin e lidhjes. Kemi jetuar bashkë në Los Angeles. Më pas unë shkova në New York për të studiuar anglisht për 2 vjet dhe pas kësaj u regjistrova për master. Kjo i dha fund lidhjes, shprehet aktori nominuar për çmimin Oscar për interpretimin në filmin 127 orë. Dhe ëmbëlsira për në fund. Yti televiziv amerikan Kim Kardashian thotë se ajo gjithmonë e cilëson veten me anë të stilit të saj seksi. 30 vjeçaria e cila është e njohur për figurën e saj atraktive dhe sensin tepër tërheqës të veshjes, thotë se ajo duket mjaft mirë dhe gjithmonë sigurohet që të duket bukur. Stili im, sigurisht seksi. Më pëlqen të jam në formë dhe të ndjek tendencat më të fundit. Unë gjithmonë e kam cilësuar veten si një stil i veçantë, kështu komunikoj me atë që jam, theksoi Kim.